për diella. E lufton diella Roma. Jo, më se s'ka nevojë ta bëj tazinor diellin. Është dielli, më ne njohim shqiptar dielli. Pse është turp tjetë dielli? Pra ti thua ka bërë transgjinor, ka një kontekst. Po kam drejt tallën se po na tallë më të normal. Se si ta merr me seksin e engjëve kur do më u tall. Kam drejt tallën. Pse e quhet diell aty? Unë dua dielli. Të dhim se ty tjetë mashkull. Qa kompleksi keti? Tjetë mashkull. Tjetë burr. Ai programi. Problemi që ndonë mësë është grua në trupin e një burrit. Kjo është problemi kryesor. Po këta këshu e në tërmër. Ka i pari ke fundit. Po dalim të veshën e fustanet. Ti jenë të lirë. Dalim veshën e fustanet. Po të mos na vjedhim. Po të mos na... Ore, po bën inteligencën artificiale, po mos vjedhim. Lejë me inteligencën artificiale. Se kur t'japi përgjësin gjukat, të të themi, me të meks fajtori që tim, ka nevoj, në konceptin tim, ka nevoj të mos keni kontakt njerëzit, po ta takohen jashtë, a i din gjitha, po ta manipulosh atë, po a i programash, a ishtë një program, kështë telefon për më shërbyer mua. Tani, nga telefon, kjo bë e prorim. Qa ti them mjesën ti? Mjesë zotë ministër dhe them mjesën ti. E natë e mirë zotë ministër. Ose zonja ministër. Qa ti them? Po, tani, a është i kufizuar këllë programi apo ja? Po na njerëzit o komandohet dhe aji funditës se na i nga qielli s'do na vi. Pra, kemi një ministër që na komandon një tjetër. Po, tani, ne mund të shikojmë Romeo që ai nuk ka dreka në pive. A është person fizik, vlan, në bas ligjit shqiptar e kushtetutës? A mund të vijet ministër tani të marrë të shishen, se kjo është ujë është një nga 4 elementet kryesor, se ka oksigjen, se ku e shohën këtë më në gjallë të bënë atë, pak ujë sjetojmë, ta vëmë dhe ujë ministër. Ne po mbjedhim idhull i këshu në drejtë shmënduri. Po ne mund të shikojmë në anën e mirë, për shumë ky është ministri pa korruptuar, nuk i çon dot verën e shtrenjtë, nuk i çon dot... Ajo është një procedurë, zoti shakator, që do më utall tani. Po tani ajo pjesë që të bëjmë neve tani? Ti dhe mësua vetë do tallem me këta pasaj do pse do... Ajo është një procedurë, është një procedurë që unë do të heq kontakti me Ermalin, mos takohemi aty këtë dera, ti të mja për legët, po ta bëjmë siç kemi ato gjobat që duhet vinë me nga radari direkt. S'ka nevojë të na dhe polici, edhe kryet polici bën sikur edhe ne bëjmë sikur japim letrat, por nëpërmjet letrave japim edhe ca para, edhe zgjidhim këtu. Është procedurë. Duhen hequr, duhen bërë në mënyrë elektronike, online, që të zvogëlojmë sa më shumë korrupsionin. Por ne kemi dhe në atë pikë, kjo është të pranosh, që s'ke një njeri të sakt për ta bërë, për t'ia varur qafë punën e prokurimeve, dhe ky është mesazh i madh, nuk ka një njeri të besueshëm për të marrë përsipër prokurime. Edhe ka, ekzistojnë. Po ata që ka aty nuk ka. Nuk ka mërë. Nuk ka një njeri besueshëm. O pa them unë, i bëjën prokurimet. Pasi që ndarë të gjytem. Edhe i qaj, me konkurs, të gjithë ata që marrë prokurime KPS-ve, me konkurs të ami këtë sekund. A i njojë më mirë se unë apo ja? Por kjo punë do burra ta mbash veten për para epshit e për para të ndimit paras e tjera gjëra. Do kërkoj të pagu e mirë, normal. Sa që shroga e një ku t'i gjonë, e i prokuroj s'pakut, e bëju sot. Po për kërkosh, ke vatha e atyre që janë qëryk nga morali, ato të gjesh, me mirë i thamë i disë qove dhe shqore me i sy. Nuk ka besim tjetëri, nuk ka më besim. E dyta, edhe për këtë jam atë që ishala u shoft emri tender, prokurim, për shqiptarët, se bërë mallkim. Më thua e mal, përveç 33 kapitujve që ne ka përcaktuar Europa, pra kjo qeverin, kjo se të shkojnë në Europë, e ka mundi për Europë, e ka programin përcaktuar. Më thuaj, si janë plotësuar kapitujt? Fillojmë nga kapitulli i parë, zgjedhjet lira të ndershme. Tregu i lirë Shqipëri, si kanë hecur? A kemi bërë hapat real për zgjedhjet lira të ndershme edhe sipas kushtetutës shqiptare?
për drejtësin, a kemi hapa real, drejtësi e vonuar dhe pikatore, dhe pastaj ati versojmë njerëzit, kanë sukses apo jo. Edhe me gjithë kam shien që ministri që mund tjetë më i mirë i nesër, do jetë ai që u habit realisht, Lamallari. Kam shien që është shumë pozitiv se tjerët. Ish zëvendës ministri. Po, kam një shien të bërshme dhe shpresoj të mos gaboj, pa kam jo shumë të afërt, po që mund tjetë ai. Për tjerët nuk kam një besim. Janë si e gjella që janë ngrohë eftohë 100 herë, si e çorba për të llovë, ngrohën në mëngjes prap, ngrohën nesër prap, hidh pak ujë, pak oriz prap, e shtohe në katose, por që ka kohë që ka humbur çdo lloj shije për ne. Romeo, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek live nga diaspora.